Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Diella. Sot do të zbulojmë se çfarë thon yjet për ju. Qëndroni me mua deri në fund për të mësuar gjithçka rreth fatit tuaj. Ndryshimi fillon tani, këto 3 shenja do të kenë një bum financiar dhe rrugë të re drejt suksesit. Një ndryshim i madh është në ajër dhe për disa shenja të horoskopit, ky ndryshim nuk është vetëm emocional apo shpirtëror, është financiar, profesional dhe jetik. Në këtë periudhë të veçantë, yjet po japin sinjale të qarta për rritje, mundësi të reja dhe një lëvizje që do të sjellë fitime konkrete. Bëhet fjalë për një periudhë transformimi, ku do të ndodhin përmbysje pozitive, rritje të pritshme, por edhe disa surpriza që do të ndryshojnë rrjedhën e gjërave. Nëse ke pritur gjatë për një lajm të mirë në punë, për një hap profesional që nuk po vinte, ose për një shtysë financiare, tani është momenti yt. 3 shenjat të horoskopit janë në fokusin e këtij ndryshimi të madh. Do të prekin rritjen financiare, do të shohin rritje të ndjeshme në të ardhura, por mbi të gjitha do të marrin besim, mundësi dhe hapësirë për të ndërtuar diçka më të madhe. Kush janë këto shenja dhe a është shenja jote ndërto? Demi. Muaji në vijim do të jetë një periudhë shumë premtuese për Demin. Jupiteri dhe Venusi po bashkëpunojnë për të sjellë rritje të dukshme në financa dhe projekte profesionale. Në punë mund të presësh oferta të reja, ngritje ose kontrata që do të sjellin fitime të papritura. Kjo është koha për të investuar energji dhe përpjekje, sepse shanset për sukses janë shumë të mëdha. Mos hezito të marrësh iniciativa, sidomos në fushën e biznesit ose investimeve, do të marrësh mbështetje të fortë nga njerëzit përreth. Financat do të përmirësohen ndjeshëm, por kujdes me shpenzimet e panevojshme, investo me kohë. Peshorja. Për peshoren, qershori sjell një kthes të rëndësishme. Në fushën profesionale mund të marrësh një ofertë pune, një ngritje pozicioni ose një projekt të ri që do të sjellë fitime të mëdha. Ky është momenti kur duhet të bësh zgjedhje strategjike dhe të shfrytëzosh çdo mundësi që të paraqitet. Financat do të jenë në rritje dhe mund të presësh pagesa ose shpërblime që kanë mbetur pezull prej kohësh. Mundohu të jesh fleksibël dhe i hapur ndaj ndryshimeve, sepse këto ndryshime do të jenë në favorin tënd. Në dashuri, stabiliteti që do të ndjesh do të jap energji pozitive për të përqendruar vëmendjen te qëllimet profesionale. Bricjapi. Për bricjapin, ky muaj do të shënojë një kthes të fuqishme në karrierë dhe financa. Yjet po e mbështesin fort për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të hedhur hapa të mëdha. Nëse ke qenë duke pritur një rritje, një kontratë të re apo një projekt fitimprues, tani është momenti i duhur për t'i dhënë dritën jeshile. Financat do të përmirësohen dukshëm, sidomos nga fundi i muajit, kur do të ndihen ndikimet më të forta të planetëve. Këshilla kryesore për bricjapin është të ruash durimin dhe të qëndrosh i fokusuar. Investimet dhe puna e bërë tani do të japin fryte të mëdha në të ardhmen e afërt. Ky ishte parashikimi për 3 shenjat që do të përjetojnë rritje të madhe financiare në periudhën në vijim. Çdo shenjë ka kohën e vet për sukses, ndaj është e rëndësishme të jesh i hapur ndaj mundësive dhe të veprosh në momentin e duhur. Mos harro të abonohesh në këtë kanal për më shumë parashikime dhe këshilla të dobishme.